Që si Olti? Hello. Ciao Zevra, faleminderit që jeni të hënë njerë me mua se ma ke shtyrë për një kohë shumë të gjatë. Po nuk e dija që ti bën një kështu me koltuqe, të do vija aty të ushtroja. Po jo, sot e bëra kështu, do të thënë, janë këto gjërat që bëj unë që ti m'jep shumë mirë që me gjatë të koltuqe është plot, kështu që s'do kishte vend aty të uratoja. Dgjoj, më thuaj pak njerë, si ishte reagimi yt i parë? Jam shumë kurioz për reagimin tënd të parë. Tash ti mund të jesh dëshmitare se sa rëndësi kanë për mua reality show përveç pjesës ekonomike. Pra, zero. Unë qëndrova zgjuar sepse doja të shikoja si do shkonte televotimi midis Mosës, a do kishte televotimi midis Mosës dhe Adionit. Në moment që kishte, unë fillova të komentoja fort, rritet reachi, rritet numri shikimit të storit, dhe unë komunikoj me sponsorat bashkëpunëtorët e mi dhe them jeni gati të publikojmë tani, ato thënë jepi zjarr dhe unë mbarova publikimet e mia, arrita normën time të parapërcaktuar, just business, sepse tashmë nuk ka interes pas. Unë kam komentuar që nga bigu i parë, fare, bie që kemi 15 vjet që merrem me këtë histori. S'po mbaron drejtë, ha. Nuk kam në qeft madh, me thënë drejtën, jeta ime shkon mirë edhe po komentova, por duke qenë se duhen këto para, pse jo, mos t'i lëm rrugët i marrin tjerët. Ka që ishte interesi im për këtë gjë. Kur u shtriva pastaj, duke qenë se jam një bloger, që ti e din që njerëzit lidhen me ne, kanë dëshirë, kemi atë komunitetin ton që na shikon në një farë mënyre si një pasqyrë reagimesh, dhe nuk e di çfarë, po shikoja çastet e fundit para gjumit, më thot Olti, reagimi yt për atë që ju tha Arbanës. Thash ç'është thënë Arbanës, se sa fika televizion. Nëse kur e ndeza dhe pash ato videot e para, prap isha në gjumë, unë e dëgjova Buçko në fillim. Me të drejtën. Isha në gjumë komplet, isha në fazën e parë, po zgjisja në gjumë, dhe thash Buçko, dhe merr të keq Arbanash me përpjekjet e saj gjithmonë për të dobësuar si të gjithë, se thash. Sa keq je. Pastaj reagim tash për fjalën Buçko, pritet tu ka diçka ngrita zërin dhe bam fokës. Atëherë, duke sikur sot jemi mbledhur, sepse në reality show gjithmonë ka patur dhunë verbale edhe dhunë fizike, që nga bigu i parë ku Ilda dhe vajza nga Vlora e kërcitën pjatat me makarone kokës njëra tjetrës. Është goditur me pjatë. Në Big Brotherin e parë në Shqipëri para 15 vitesh. Ka patur gjithmonë dhunë, por duke sikur ne sot jemi mbledhur, sepse një nga të ofenduarat është Arbana Osmani. Ndërkohë që ne nuk jemi këtu për këtë, nuk është se po bëjmë solidarizim me Arbanën, se dikush u ngrit dhe i tha Arbanës atë gjë, sepse ajo goca që i tha Arbanës Fabiola, atë fjalë është përzgjedhur nga një produksion ku Arbana ka fuqinë e saj të nivele më të larta për të marrë vendime. Apo jo? Në qoftë se, ashtu, unë nuk bëj analiza për Gen Z apo për brezin e parë, të dytë, të tretë apo të katërt, sepse unë personalisht kam menduar gjithë jetën që kanë 20 vjeçar që janë pleq, edhe duket sikur jetojnë në ato kullat e zymta dhe janë ndërkohë që kemi edhe 50, 60, 70 vjeçar, cilët janë më të freskët mendërisht edhe në mesazhet e tyre me se sa një 20 vjeçar. Që unë s'po hy fare analizës, në portalin tim për e fjala kam të rinj që punojnë, Gen Z dhe janë super, nuk kam asnjë ankesë, kështu që nuk i hy fare unë diskutimit të që mund ta bëjnë sociologët apo njerëzit asaj. Unë po analizoj reality show. Reality show tani, sa hapësirë është dhënë kësaj vajzës? Vajzës e dhënë hapësirë, bashkë me Adionin ju vu kamera për 8 orë, ajo u kthye në një princesh, duke shkuar në dasmën e vllajit të shokut të saj Adionit në Kosovë, erdhi fustani, veshja, emocionet dhe gjithçka tjetër. Pra, nga produksioni Fabiola është projektuar si një princesh aty brenda, si nga vajzat të reja të bukura, modele sa e bukur je, sa e mirë që je. Gjatë prajmit, ajo u largua me fotullëk, duke mos ndjekur rregullat e emisionit, por iku nga living roomi ku po zhvilloi live-i me Arbanën, apo jo? Pati një moment që ajo u largua. Që në ato momente, po të mishte larguar mua, jo Fabiola, edhe mua bëri përshtypje, po e drejtë. Po mua ka ikur nga paneli Mauricio Constanzos, ka ik Vittorio Sgarbi, ka ik aktor me emër, dhe ai ka thënë vazhdo drejt zhduku, sepse askush nuk mund bëhet më i rëndësishëm se logo apo se logo e televizionit ku transmetohet ai produksion. Ajo te i kaloi produksionin, te i kaloi vizionin, do të thënë nuk e di domethënë çfarë sa suedez që kanë ato njerëz që punojnë atje, dhe sa të ftohtë. Nuk e di sa salmon qarkulloka në dejet e tyre,
që kanë të sjelljen kështu që pa ka të drejtat e veta në ato momente, po unë i pari do isha thënë, a dole to borri po, mos e ndal vrapin fare, ec te shtëpia, dil taksia, ec me clearing nisu. Fluturo. Do të thotë që aty u pa që produksioni u gjujzua para Fabiolës dhe Gresas, që ka goca tjetër, se iku dhe një tjetër, nuk iku vetëm ajo. Kupton? Kështu që ne jemi një vend i vogël Dalina. Ne do përfundojmë patjetër te Gresa, te Fabiola, te Adioni, te këto. Mos ka ku ato mbyllen këto reality, okay. Patjetër, se ti thua vend i vogël ne. Bëhet Big Brother VIP Albania, Big Brother VIP Kosova, bëhet Ferma VIP, bëhet kështu. Ose të heqin atë emrin VIP. Të heqin atë emrin VIP se fatkeqësisht na kanë kategorizuar çdo njeri të famshëm i quajnë VIP. Na quajnë edhe VIP dhe kujtesë se jemi gjithashtu. Kupton? Na kanë shpif këtë profesion. Ashtu dhe? Ose duhet t'i bëjmë këto formate për njerëz të thjeshtë. Dhe për njerëzit e thjeshtë nuk është gjitha pritshmëri, pavarësisht se një njeri i thjeshtë shan moderatoren, nuk është normale, por ajo që komentohet më shumë është shiko çfarë bën VIP-a shqiptar, shiko se sillen, shiko çfarë fjalori kanë. Ndërkohë që çfarë një gjë tjetër, ajo që ndodhi dhe unë thash shumë bukur dhe përmendi dikush aty komisioni etikës, duket se ti Dalina e përmende, e di si justifikohen shumë produksione të reality show, e mbajta këtë personi sepse është i dhunshëm, është sillet keq, ka dhunë verbale, dhunë fizike, sepse më telefonojnë sponsorat dhe më thonë mbajeni aty sepse, kupton, pra, çdo kush mbrohet me atë barrierën ekonomike, dihen kushtet, dihen rrogat sa kushtet televizioni, produksione, vështirësitë ekonomike aktuale të vendit dhe me njëherë gjitha apo e bëke për leks, ka gjë, pra tolerohet. Pra, këtu duhet ketë një organizim, një institucion, siç është në Itali, ato duket se quhet, që bën atë midis etikës, pra çfarë është komerciale dhe çfarë ku është limiti për të qenë komerciale dhe etike gjëja. Kupton? Që për shembull, në qoftë se një këngëtar i famshëm ka thyer Vatikanin apo ka thyer një besim fetar të caktuar, ai nuk mund të lejohet që të mbush stadiumin edhe pse sponsorat e kërkojnë apo publiku i blen biletën. Pra në këtë sens e kisha. Italia ka shumë të fortë edhe ato kur përmend Zotin apo e shan Zotin apo Perëndin. Blasfemia. Ne kanë shumë fort këtë gjë. Dhe kanë institucionet e tyre për këtë gjëra. Ndërsa, për sa i përket Fabiolës, pastaj, hajde të bëjmë një çik fshi edhe ne. Po nëse Fabiola ka shkuar, ka dalë nga living room-i, ka shkuar gaje dhe aty ka folur me njëri produksionit dhe Fabiola t'i ketë thënë që po t'i them njëra Arbanës unë ashtu. Si reagon Arbana që ma normalizoi më shprehjen kuçk. Ku e ti unë që një person i produksion nuk ka thënë, po ti thuaj njëherë ku i dihet. Se i kemi përveç gjëra, jo për gjë. Apo jo, se pastaj që brezi kaq don, kupton fitilin, që din forcën e menaxhimit që ka një person, edhe ka thënë, mos është çu puna o burra. Bam? Sepse në një video tjetër ai thotë që jemi kushuri me familjen e Arbanës, gjëra të tilla si këto që dolën sot përballë me sjellin njerëzit. Kështu që ajo kishte të gjitha predispozitat që ti thotë kuç të gjithë femrave dhe meshkujve brenda fermës dhe vetëm Arbanës jo. Dhe çfarë ndodh? Fabiola këtë fjalë e përdor pikërisht me njeriu që pati deklaruar kur mbaroi filmi i shfaqur aty Eduardi, tha kushuriri përmendi. Ta nuk e di sa vërtet është kjo historia, po bëjmë tani analizat se si arritëm deri këtu. Kjo është e gjithë situata. Kështu që deri momentin që media shqiptare, produksionet shqiptare do i kenë nevojën Fabiolave, ne do të presim çdo gjë nga Fabiola apo Fabiolët. Do me thënë Orti, ajo që tha Arbana në episodin e parë të Fermës, që dhe është për te i Fermës, po ky nuk është emision si ai tjetri, është tjetër emision. Është Karma Arbana. Unë mendoj që ka shumë vite që bëhet një emision në gjithë televizionet shqiptare. Deri momenti që Garciti Shishja në opinion, unë mendoj që dhe Opinioni ka nisur që t'jemi të qartë. Opinioni ka nisur. Debatet i ka nisur. Po patjetër, unë kam qenë te Fevziu dhe kam thyer shkopin e Fevziu. Tha e Fevziu e thyer, po mos e thyer. Si e tu thashun, pra, po thy shkopin. Marroi muhabeti dhe ka qenë video lajmi klikuar, ku dijo nameve, që ndërkohë aty është folur edhe për gjëra të rëndësishme, siç është shëndetësia, policia, rendi, drejtësia e jetë njerëzish. Kupton Dalina, kështu që
Kështu që është, domethënë, hallegjie Fabiola, hallegjie dhe Arbana. Kupton? Është një hall i madh që unë e kuptoj shumë mirë. Edhe neve që mos ja ashtu haku në Arbanës, mos e ngarkojmë gjithë Arbanës. Edhe neve në momente të ndryshëm, në pozicionin tonë të producentit, kemi marrë dhe ne vendime që ndoshta nuk kanë qenë për të duar trokitur. Po unë nuk kam qenë nuk kam pasur presionin e Fermës apo të Big Brotherit, nuk e kam atë lloj presioni, nuk e di se si çfarë do bëja. Sa gjëra nuk do t'i bëja se thjesht, ë? Unë dhe kisha përjashtuar Dalina, më falë, se unë mendoj se Arbana duhet ta kishte përjashtuar sepse nuk e vendos Fabiola që ta sjellë Arbanën konkurrentet e Ferma. Fabiola bëri përveç se bëri ofendim, Fabiola u ngrit mbi produksionin dhe Arbana dhe shpalli konkurrentet e Fermës, sepse ti mund të vazhdo thuaj mosës ti. E kemë mosë problemin, e kemë ato tjerë të grejtë sa të qaquan. Po nëse Arbana do kishte reaguar aty do dukej shumë personale, pastaj do ishte do kishte kaluar Arbana, pastaj personale dhe Arbana mbajti atë pozicionin e vet. Patjetër personale, nuk është personale, është profesionale. Ti mua nuk më shpall dot konkurrente të Fermës. Unë këtë edicion kam vendosur të jem moderatore dhe kam kontrata me media ku unë punoj Vision Plusin. Nuk vjen Fabiola dhe të por nëse çdon me standardin, mund ta legjitimoj sjelljen e saj. Se? Unë mendoj që Fabiola e ka thirrur si konkurrent Arbana dhe këtu është gjithë gabimi i gjës. Kupton? Dhe ndoshta kanë thënë që kjo Fabiola po shpërthen, ndoshta ke del përballë mosës. Shiko, rasti Fabiolës është si një rast në familje. Në momentin që ti s'ke vendosur autoritetin siç duhet dhe nuk e vendosur një standard, është e njëjta gjë, është e njëjta sjellje. Çdo lloj sjellje përsëritet sjellja në bërthamën e vogël që është familja. Kështu që edhe ajo për momentin e ka dhënë që nuk ka që mund ta thotë këtë gjë. Plus që më fale, kanë edhe këta të sotmi, domethënë konkurrentët, siç e shohim, edhe kemi parë te Big Brother, sepse ishte edhe Rogerti një shembull mënyra se si përgjigjej opinionistëve që kishte ndodhur më përpara. Dhe moderatorit. Dhe moderatorin në atë mënyrë. Këto nuk kanë çfarë humbin edhe mund të hiqen dhe nuk ka problem. Domethënë edhe dalin nga Ferma, nuk e kanë ato marrin ato si duket, nuk është më fitoria për të marrë, nuk është më dëshira për të fituar. Jo, nuk është. Nuk është se ka qenë aq e fortë gjithmonë, se sa unë po marr 15 minutat e mia të famës, dhe kjo është e unë dua të ndal me nder, siç e kam unë në kokën time çfarë është nderi. Në rastin e Fabiolës do dali si shote Galica e TikTokut. Pra ajo ishte tamam, formohej si shote Galica e TikTokut. Që unë do dalë si e fortë, si malsore, nuk e di çfarë malsore përfaqësonte ajo, se unë njoh malsore pafund dhe nuk flasin ashtu. Edhe unë nuk e kuptova unë si në qoftë se ajo ka ardhur për ato 5 minutin e mori dhe prap dalin ajo që thash unë, mirupafshi me gëzofsh para 5 minutin dhe mirupafshi. Mbetet për të parë se çfarë do bëjnë të premten. Është vërtet fakti që s'kan çfarë humbin. A di sa do të thonë se është kjo? Pa. Pra këtu pastaj kthehemi në një çfarë do të thonë. Po jo, ti nuk bësh ti nuk në qoftë se ti organizon një garë, se Ferma është garë, Big Brother është garë. Jo, këto personazhe kanë fjalën. Këto personazhe, në qoftë se personazhi hyn për nuk kam çfarë humb, atëherë ti nuk ke çfarë fitosh. Po pikërisht pra, domethënë në sjellje të tillë unë kuptoj që s'kan çfarë humbin, si më thon edhe kaq, është nuk e peshojnë gjën. Olti, diçka më ri përshtypje mua se po flas për këtë për pjesën s'ka çfarë humbin dhe për këtë funksioni i reality show dhe tek njerëzit, sepse tani kjo është bërë si një shtëpi tjetër. Reality show për shqiptar është bërë një shtëpi tjetër. Është shtëpia dhe hajde shkojmë te shtëpia. Unë e vura re gjatë kohës së Luizit. Pra në momentin që ti ishe jashtë shtëpisë dhe shije popularitetin e Luizit, vetëm një idiot mund të donte të futej aty për të fituar. Në momentin që ai kishte popularitetin që ishte kaq i dukshëm, ishte bllokoi gjithë Tirana, bllokoi gjithë Shqipëria. Dhe kishte njerëz që futeshin pas tij. Dhe futeshin pas tij dhe futeshin për ta luftuar. Kishte ca që e tepronin, pak do të futeshin si loj, po pjesa më e madhe futeshin dhe rrinin dhe zhdukeshin dhe domethënë ti futesh për të vdekur, se njeriu futet ose për të fituar, për ta. Ti futesh i vdekur, i futesh gjatë viktim. Dhe kjo më fal, kjo s'm ka bërë sens mua në këto vajtjet. Do thënë është bërë si një kafe e madhe. Hajde, si kafja e madhe e Shkodrës dikur. Hajde po shkoj nga kafja e madhe. Hajde ose di se ka qenë një kafe. Hajde po shkoj nga Big Brother, po shkoj nga Ferma. Dhe ka humbur dhe po. Më fal. Ka dhe gjë. Luizi ishte ideali nga sukseset çmimet e para Eurovision, u shkëput, u rikthye. Ishte sajesa e smundjes. Ishte afrimiteti me Jo, se kisha fjalën këtu.
E kishe thënë për ka njerëz si hyn kot. Do vi te ferma, do vi prit. Kurse disa po i ndodh këtyre te ferma. Duke qenë që këto janë edukuar me skema nga Big Brotheri deri tanishëm dhe ferma e deri tanishme, këto nuk po e besojnë dot që të vjen një grua dhe të bëhet kaq e fuqishme në opinion, sepse ato diturinë e kapsulojnë. Dhe nuk e kuptojnë që pikërisht ajo gjëja që kapsulojnë to nga moza, diturinë, eksperiencën, fakti që ka patur partner dhe në krah njerëz më të rëndësishëm të letrave shqiptare, këto e kapsulojnë dhe hedhin te jetë, dhe po ku bë kjo? E hollë, e dobët, e shëmtuar, e paveshur. Kupton? Ky është fotolloku me cilin futen. Futen me Kupton si është puna tani, që krahasimi në këtë rast nuk është i njëjtë. Dhe çmenduria që i ka kapur ato dhe paniku është ky. Se ato Luizit ja falin çdo gjë sepse ishte figura e ndërtuar e atill. Kupton? Vinte edhe tek Top Channel që është një stacion shumë me më shumë vëmendje se sa vizioni. Këto tani thonë, ore mirëri, po bë kjo. Do të thotë këto nuk e pranon i pari Ilir Shaqiri që hyri e filloi luftën, po u tërhoq me zgjuarsi dhe ka futur të tjerë tani gjithë, u shoh dhe dinamikat, se s'duhet një mençuri e madhe për të analizuar, e për t'i parë, e për t'i kapur. Kupton si është puna Darina? Ato janë një listë. Ato përjashtojnë forcën e mozës, sepse ato nëse mozën do e kapin pikërisht forca e saj, t'i afrohen, ta pyesin, e kupton? Ta thërmojnë atë madhështinë e mozës dhe një gjë tjetër. Por ato, thënë çka ka kjo shkrimtare? Ecni aty i thënë ato, a ti shkrimtare modhe ti. Këto janë debatet që i bën mosës. Si janë aq të zgjuar. Kupton? Edhe unë jam shkrimtar, thot ai, se kam shkruar ti këngë. Kupton? Ku je ti? Kupton? Tani aty është bërë një shenjë barazimi. Këngë që Olti as nuk e di se është kush o këtu. Kush është këtu? Shenjë barazimi që duhet marrë parasysh edhe nga moza dhe gjithë tjerë që futen në këtë reality show se me kohë ulesh, unë mendoj gjithmonë. Edhe unë pranej e pëlqej shumë mozën, sepse i çorientoi të gjithë, duke bërë vetëm një gjë të vogël, duke qenë e ditur. Kupton? Pa. Edhe jam shumë i lumtur për ato. Për mua habia më e madhe, nuk ka dalë nga moda akoma. Për mua habia më e madhe është nga kjo që tha Olti, ne kemi 15 vite duke bërë reality shows. Dhe 15 vite ata akoma nuk e kanë kuptuar se si ti duhet ta luftosh një personazh që është ngrihet në një farë forme të tillë si moza, qoftë edhe Luizi, po ti kundërvihesh 15 veta një personazhi dhe të mos jesh aq i zgjuar ta kuptosh që e vetmja mënyrë që ti duhet i kundërvihesh është me të njëjtën gjuhë, inteligjenca është për mua është budalliku dhe fotolliku më i madh i aty brenda. Olti, faleminderit zemra. Faleminderit shumë. Faleminderit për opinionin tënd. Shumë faleminderit dhe për gjithë humorin që solle, se siç na kaq humor. Po, kështu që po të morëm dhe për atë punë dhe për komedian. Një rrugë ty punë. Të dua shumë. Hajde. Ciao. Të dua